Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ja ku po ritakohemi këtë herë me rrëfimin e radhës. Janë nga këto rrëfimet që unë në fakt që mua më prekin shumë. Kur bëhet fjalë për nënën, është gjëja më e shenjtë në këtë botë. Është gjëja më e veçantë në këtë botë dhe kur flitet për të besoj që zemra të çahet. Ka njerëz që nuk e kanë nënën, edhe e kërkojnë çdo ditë atë. E kërkojnë nëpër këngë, e kërkojnë nëpër vjersha. E kërkojnë nëpër figurat që krijohen në qiell nga rrete bukura. E kërkojnë kudo. Por ka nga ato që e kanë nënën edhe nuk e respektojnë, nuk e mbajnë, nuk kujdesen për të. E hedhin, sikur ajo të mos kishte bërë asnjë gjë në jetë për ato fëmijë. Dhe historia që unë do të lexoj është rrëfimi i një nënës, janë fjalët e një nënës drejt të djalit të saj. Unë jam nën, dhe kjo fjalë sot më dhëmb më shumë se çdo plak që kam mbajtur në trupin tim gjatë jetës. Jam nën një djalit të vetëm. Një djalit që unë e rita me shpirt, me frym, me vuajtje, edhe që sot është gjallë. Por për mua është i humbur. Kur e solla në jetë nuk pata asgjë tjetër përveç frikës edhe shpresës. Frikën se si do të arrisja vetëm dhe shpresën se Zoti do të më jepte forcën e madhe. Babai ti mungonte, por unë vendosa që t'jem dy fishi. Edhe nën, edhe baba, edhe mburoj, edhe krah. Netët e para nuk flija. E mbaja në gjoks dhe i dëgjoja frymëmarrjen, sikur të ishte muzika e vetme që më mbante të gjallë. I flisja edhe kur nuk më kuptonte, sepse zemra ime e dinte se një ditë ai do të ishte gjithçka për mua. Dhe në fakt ishte. Vitet kaluan mes varfërisë dhe sakrificave. Kishte ditë që nuk kisha bukë mjaftueshëm, por për të gjithmonë kishte. Kishte dimra të ftohtë kur unë dridhesha, por e mbuloja atë dy fish. Kishte ditë kur sëmuresha, por nuk guxoja që të bie, sepse ai kishte shumë nevojë për mua. E rita me edukat, me respekt, me frikën te Zoti. I mësova të përshëndes, i mësova të mos haroj njerëzit, të mos e kthej shpinën ndaj nënës. I thosha, birim, një ditë do të rritesh, do ta krijosh jetën tënde. Por mos haro se nëna është rrënja jote. Ai mbaj mend më shikonte në sy dhe më thoshte, ti je gjithçka për mua. Por fjalët e rinis janë të lehta. Koha i merr me vete. Kur u bë burr, ëndrat e tij u bën më të mëdha se shtëpia jonë e vogël. Gurbeti u duk si shpëtim. Unë e ndjeja dhimbjen përpara se të më ndodhte. Por nuk e ndala, sepse nënat nuk janë pengesë. Nënat janë bekim. Ditën që u largua, e përcolla deri tek dera.
Nuk qava para ti, e përqafova fort, sikur ta ndjeja për herë të parë dhe për herë të fundit, në fakt ti mbirë. Kur dera u mbyll, u ula në dysheme dhe qava si fëmijë. Shtëpia u bë e heshtur. Heshtje që vazhdon edhe sot. Në fillim fliste shpesh. Më tregonte për punën, për lodhjen, për jetën e re. Unë e dëgjoja me orë të tëra. Edhe kur lodhesha, nuk e ndërprisja. Zëri i tij ishte ilaç për mua. Pastaj erdhi ajo, gruaja e tij. Nga ajo ditë gjithçka ndryshoi dale nga dal. Por sigurt. Telefonatat u bën më të shkurtra, fjalët më të ftohta. Ai filloi që të justifikohej, filloi të haroj datat, filloi të më haroj dhe mua. Unë nuk ju përzieva kurrë. Nuk kërkova asnjë gjë, nuk fola keq, vetëm heshta. Sepse mendoja se durimi do të më shpërblehej. Por heshtja ime u bë vari i marrëdhënies son. Sot ditët e mia janë të njëjta. Zgjohem herët, edhe pse në fakt nuk kam se ku të shkoj. E ndes telefonin sikur ai të më kishte marrë natën. Nuk ka asnjë gjë. Dal tek dera dhe shikoj rrugën. Edhe pse e di se nuk do të shfaqet. Flas me veten, flas me Zotin. I them mos ma merr djalin gjallë. Sepse kjo është dhimbja më e rëndë se vdekja. Netëve, kur gjithçka hesht, e marr fotografinë e tij dhe e vendos pranë zemrës. I flas si dikur, i tregoj sa jam plakur, sa jam lodhur, sa më dhëm shpirti. I kërkoj falje për gabimet që ndoshta as nuk i kam bërë. Ka momente që mendoj se jam bërë pa dukshme. Se jam vetëm një kujtim që nuk i duhet askujt. Një nënë e vjetër e haruar në një shtëpi të zbrazur. Uroj birim që ta dëgjosh këtë rrëfim. Dhe mesazhi im për ty është ky. Birim, nëse ndonjëherë do të bjerë kjo fjalë në vesh, dije se nëna jote nuk u ankua kurrë. Vetëm qau në një heshtje. Mos mendo se jam e fortë. Jam thjesht nën. Nuk dua pasuri, nuk dua premtime. Dua vetëm një shenjë që ekzistoj ende për ty. Edhe një telefonat pa fjalë do të mjaftonte. Nëse një ditë do të marrë malli, mos ki frikën që të kthehesh. Nuk do të pyes pse u vonove. Do të të përqafoj dhe do të mbyll sytë e qetë. Sepse nënat nuk largohen. Nënat nuk harohen. Nënat vdesin duke pritur, por edhe duke dashur. Këto janë fjalët e ndjera të kësaj nëne, e cila me shpirtin më të pastër i ka shkruar ndaj djalit të saj. O ju të rinj, mund të arrini të bëheni edhe mbretër të jetës, por nëna që të lindi që ta bëri kokën,
nuk harohet. Është e vetmja që Zoti ta dha në jetë dhe ti ajo të solli këtë botë. Po të mos ishte ajo, ti as nuk do të ekzistoje. Ajo të mbajti kur ti nuk dihet hecësh, ajo që ndrojti me ty, si mund të lësh prindin tënd, vetëm sepse dikujt nuk i intereson. Dashuroni familjen, sepse nuk ka gjë më të bukur se familja.